Dashi, dita e sotme pritet të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale. Mund të ndiheni të tensionuar me partnerin, por është e rëndësishme të qëndroni të qetë dhe të komunikoni hapur. Në punë, do të përballeni me detyra që kërkojnë përqendrim të lartë. Një qasje e organizuar do t'ju ndihmojë të përmbushni detyrimet me sukses. Financat tuaja janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për shëndetin emocional duke marrë kohë për veten. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet relaksues mund t'ju ndihmojë të rigjeni ekuilibrin e brendshëm. Mos harroni të jeni mirënjohës për gjërat e vogla që keni në jetë. Demi, në këtë ditë, energjitë kozmike mund të sjellin disa sfida në marrëdhëniet personale. Mund të jetë e nevojshme të tregoheni më të kuptueshëm dhe të dëgjoni me kujdes partnerin tuaj. Në aspektin profesional mund të përballeni me disa vendime të rëndësishme. Analizoni mirë situatën përpara se të merrni një hap të madh. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, ndaj qëndroni të kujdesshëm me shpenzimet impulsive. Mos hezitoni të bëni një plan buxhetor për të menaxhuar më mirë parat tuaja. Emocionalisht mund të ndiheni pak të lodhur ose të stresuar. Kushtojini kohë vetes për relaksim dhe meditacion. Kjo do t'ju ndihmojë të ruani ekuilibrin tuaj të brendshëm. Kujdesuni për veten dhe përpiquni të qëndroni pozitiv. Binjakët, sot do të keni mundësi të zgjidhni disa çështje të rëndësishme në jetën tuaj profesionale. Energjia pozitive do t'ju ndihmojë të përballoni sfidat me sukses. Në dashuri, kushtojini më shumë vëmendje partnerit tuaj dhe mundohuni të kaloni kohë cilësore së bashku. Financat do të jenë relativisht të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Një bisedë e sinqertë me një mik të afërt do t'ju ndihmojë të ndiheni më të qetë dhe të kuptoni më mirë emocionet tuaja. Përqendrohuni në të tashmen dhe mos u shqetësoni për gjërat që nuk i kontrolloni dot. Puna në ekip do të sjellë rezultate të mira, ndaj mos hezitoni të kërkoni ndihmë kur është e nevojshme. Gaforia, ditë e mbarë për të zhvilluar marrëdhëniet personale dhe profesionale. Në dashuri, është momenti i duhur për të treguar ndjenjat dhe për të ndërtuar besim. Në punë, përqendrohuni te detajet dhe mos lini asgjë pas dore. Ky qëndrim do t'ju ndihmojë të arrini rezultate të mira. Financat kërkojnë kujdes dhe organizim më të mirë. Mos bëni shpenzime të paarsyeshme që mund të ndikojnë në buxhetin tuaj. Emocionalisht, mbani një qëndrim të qetë dhe përpiquni të shmangni konfliktet e panevojshme. Praktikoni relaksimin për të mbajtur mendjen e qetë dhe të freskët. Të qenit i hapur ndaj këshillave nga të tjerët mund t'ju sjellë përfitime të papritura. Dita është e favorshme për të bërë plane afatgjata. Luani, sot do të ndiheni të mbushur me energji pozitive dhe dëshirë për të bërë gjëra të reja. Në dashuri, mund të ndiheni më afër partnerit dhe të keni biseda të rëndësishme që forcojnë lidhjen tuaj. Për ata që janë beqar, mund të shfaqet një mundësi e re romantike. Në punë, do të jetë një ditë e ngarkuar, por produktive. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nëse ndiheni të mbingarkuar. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, kështu që bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por merrni kohë për veten dhe relaksohuni. Një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë në qetësimin e mendjes. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe fizik. Virgjëreshan, dita e sotme sjell ndryshime të vogla në jetën tuaj të përditshme. Në fushën e dashurisë mund të përballeni me një moment të vogël tensioni, por pak durim do të ndihmojë për të kaluar çdo situatë. Në punë, është koha të përqendroheni në detaje dhe të shmangni vendimet e nxituara. Financat do të kërkojnë vëmendje, kështu që bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Ndjenjat e pasigurisë emocionale mund të lindin, por një bisedë me një mik të besuar do t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë. Këshillohet të praktikoni aktivitete që lehtësojnë stresin, si meditimi ose ecjet në natyrë. Mbani mend të jeni të duruar dhe të mos i lini emocionet t'ju drejtojnë vendimet. Peshorja, sot mund të përballeni me disa sfida në marrëdhëniet personale, duke kërkuar mirëkuptim dhe durim. Në punë, është një ditë e mirë për të përfunduar projektet e mbetura pezull, por mos nxitoni në vendime të rëndësishme. Financat mund të kërkojnë vëmendje shtesë, ndaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë e luhatshme, prandaj gjeni kohë për veten dhe relaksohuni. Një bisedë e hapur me dikë të afërt mund të ndihmojë në lehtësimin e stresit. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe fizik duke ndjekur një rutinë të shëndetshme. Përdorni aftësitë tuaja komunikuese për të zgjidhur çdo keqkuptim që mund të lindë. Bëni kujdes me energjinë që shpenzoni dhe fokusohuni në qëllimet afatgjata. Akripi,
Sot mund të ndiheni paksa të ndarë mes detyrimeve profesionale dhe dëshirës për t'u relaksuar. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e sinqertë me partnerin tuaj mund të ndihmojë në zgjidhjen e disa keqkuptimeve të vogla. Në punë, është e rëndësishme të përqendroheni në detajet e vogla për të arritur rezultate të mira. Financat tuaja duken stabil, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Ndjenjat e stresit mund të shfaqen her pas here, ndaj provoni të gjeni pak kohë për veten. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet relaksues mund të jetë pikërisht ajo që ju nevojitet për të rikthyer ekuilibrin. Është momenti i duhur për të reflektuar mbi prioritetet tuaja dhe për t'i dhënë vetes pak më shumë hapësirë. Shigjëtari. Dita e sotme sjell mundësi për të thelluar marrëdhëniet personale dhe për të forcuar lidhjet me të dashurin. Në punë, mbani fokusin te detyrat tuaja dhe mos lejoni që shpërqendrimet t'ju largojnë nga qëllimet. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, një shpenzim i papritur mund të kërkojë rishikim të buxhetit. Mos u shqetësoni, me pak kujdes mund t'i dilni mban situatës. Në aspektin emocional, përpiquni të ruani qetësinë dhe të shmangni diskutimet e panevojshme që mund të çojnë në tensione. Merrni kohë për veten dhe gjeni momente për relaksim, qoftë një shëtitje në natyrë apo një libër i mirë. Kujdesuni për shëndetin mendor dhe fizik, duke i kushtuar vëmendje nevojave tuaja. Britsjabi. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida në fushën e punës, por qëndroj i qetë dhe përpiqu të mbash një qëndrim pozitiv. Në dashuri, është e rëndësishme të tregosh kujdes ndaj ndjenjave të partnerit. Komunikimi i hapur mund të zgjidhë çdo keqkuptim që mund të linë. Financat mund të kërkojnë një rishikim të vogël, ndaj bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme. Ndërkohë, gjendja emocionale mund të jetë pak e luhatshme. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të të ndihmojnë të gjesh ekuilibrin. Përpiqu të mos e lodhësh veten me angazhime të tepërta dhe gjej kohë për relaksim. Një mik i vjetër mund të të kontaktojë duke sjellë lajme të mira ose një mundësi të re. Kujdesu për shëndetin tënd mendor dhe fizik. Ujori. Dita e sotme sjell ndryshime të lehta në aspektin emocional. Mund të ndiheni paksa të lodhur, por kjo nuk do të ndikojë në aftësinë tuaj për të përmbushur detyrat në punë. Në dashuri, është e rëndësishme të jeni të hapur me partnerin. Komunikimi i sinqert do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keqkuptimi. Për sa i përket financave, është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Mbani një sy tek buxheti për të mos u ndjerë të pasigurt më vonë. Nëse keni mundësi, kaloni pak kohë në natyrë për të relaksuar dhe për të rigjitur ekuilibrin tuaj të brendshëm. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se çdo sfidë është një mundësi për rritje personale. Peshqi. Dita e sotme do të sjellë mundësi për të forcuar lidhjet personale. Në dashuri, përpiqu të jesh i hapur dhe i sinqert me partnerin. Nëse je single, mund të takosh dikë interesant. Në punë, do të kesh mundësinë të tregosh aftësitë tua, por ki kujdes nga detajet e vogla. Në aspektin financiar, shmang shpenzimet e panevojshme dhe mendo 2 herë para se të bësh investime. Gjendja emocionale mund të jetë e paqëndrueshme, prandaj merr kohë për t'u relaksuar. Një shëtitje në natyrë ose një libër i mirë mund të ndihmojnë për të qetësuar mendjen. Kujdesu për shëndetin dhe mos e neglizho ushqyerjen. Përdor energjinë pozitive për të arritur qëllimet e tua.